Bota po u tregon vendin këtyre në mënyrën më të vendosur. Edi Rama, i cili tu në një ftesë që erdhi Shqipërisë, nuk e gëzoi dot. Nuk e gëzoi dot. Për kundrazi. Mos guxo. Nuk do të shoh surratin. Ky ishte mesazhi. Dhe vinte në parlament i shpërftyruar. E pat vetë ju qytetar, shifeni prap, se si qëndron të i shpërftyruar. Në një kohë kur mblodhi parlamentin, që kur të firmoste, të thoshte se parlamenti ratifikoi. Por, boja u thanë pen, mbeti si që është, i pa dëshruar në Europë dhe në botë. Faleminderit.